Po ashtu kjo duhet të jetë thirrje edhe për të rit, edhe djemt dhe vajzat, të cilëve Allahu u ka mundësuar dituri, u ka hapur dyert e diturisë dhe njohin diçka prej fesë Allahut, do të thonë duhet mos jenë koprac, po duhet të përpiqen që ta përhapin këtë dituri dhe t'u mësojnë njerëzve, dhe sidomos kur shohin gabime që ndodhin në fenë e Allahut, do të thonë ndodh gabim në adhurim ose gabim në besim të të afërmit tanë, të të dashurit tanë, ka mundësi të prindrit ose të të tjerët, do të thonë duhet patjetër kjo është përgjegjësia e secilit që ka një njohuri, është përgjegjësia e tij që ta korrigjoj edhe t'i mësoj njerëzit. Mirë po me butësi dhe me sjellje të mirë, me sjellje të lartë, siç i kanë mësuar domethënë njerëzit, pejgamberët e Allahut edhe pasuesit e pejgamberëve. Transmetohet domethënë një ndodhi që ka ndodhur me djemt e Aliut radhiyallahu anhu, pra nipat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Hasan dhe Husein, që kanë parë një plak duke marrë avdes dhe nuk ka ditur të marrë avdes, domethënë ka pas mangësi në avdesin e tij. Atëherë kanë shku këta dy dhe i kanë thonë, ne dy u kundërshtova me vllajën tim për mënyrën se si merret avdes. Edhe u kundërshtuam cili merr avdes më mirë prej neve dyve. A ka mundësi të na shohësh si marrim avdes, edhe të na tregosh se cili prej neve ka avdesin më të mirë. Dhe kanë marrë avdes dhe i ka shikuar plaku edhe ka pasur se avdesi i tyre është i përkryer dhe preciz, domethënë. Pastaj i ka përqafuar, i ka thënë Allahu ju bekoft, ju jeni pasardhës të paraardhësve më të mirë. Pra kanë qenë djemtë Aliut radhiyallahu anhu dhe kanë qenë nipat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Domethënë padyshim se trashëgimtarët më të mirë të paraardhësve më të mirë, domethënë të baballarëve dhe gjyshërve më të mirë radhiyallahu anhum.